eksperiment të vjedhjes votës ku buruan pastaj shumë gjëra, kur ministri më parashëm i drejtësisë thoshte njërit prej tyre vullnetarëve, atyre pilotëve elektoral, kriminal, ty të shoh për manalt mërbur. Kjo është mënyra e mënyrës. Ai kërkon të shef komisariatin Bulqinski i thotë, po ne ty të kemi për manalt. Kemi për manalt, forma e shpërblimit. Shkele ligjin sa më shumë, bëj zullumë sa më tepër, bëj horrëllëqe, banditizma, trafiqe, vra sa më tepër, se kjo është biografia që ne të shohim për me shku manalt. Këtu mungonte në këto materiale orkestra, nuk di nësë është një dhomë tjetër, besoj, për një atmosferë dasme, shpengueshmërie. Ajo infrastrukturë teknologjike, rrezik do të ketë dhe dyqan telefonie, 27-30 telefona, më duken dhe marka e fundit, sigurisht ata nuk qalojnë nga përzgjedhja dhe seleksionimi. Kjo tregon edhe një herë ato që kemi përmendur shpesh. Unë kam theksuar në mënyrë të përsëritur këtë që në dosjet e Sky Engrës të ardhur në Shqipëri që nga viti 2000, shtabet elektorale. Për dalë, kjo është një farë mënyrë dhe përgjigja që ju shtruat në pyetjen tuaj. Kush ishin shtabet elektorale të mazhorancës në përqarqe? Ministra, deputet, bashkiak, vrasës, trafikant. Dhe ky ekip elektoral që prodhoi pushtet, ndau dhe bashkë pushtetin. Ne kemi përmendur shpesh herë emërimet në polici, në administrat, ndoshta edhe në prokurori dhe në gjykat, pa shmangur edhe këto. Një pjesë e konsiderueshme e këtyre grupeve kanë emërimet e tyre. Dhe kur ai emëron drejtorin e burgut, kur emëron drejtorin e policisë, pra drejtori i mëparshëm ka pas akuza të mëdha për emërimin nga një bandë kriminale, i përgjithshëm. Lej këto drejtit shefe. Tani kur këta takohen në burg, emëruesi dhe drejtuesi. Ai trafikanti që emëroi drejtorin, i ra radha të shkojnë në burgun ku është drejtori i emëruar. Si do sillet drejtori? Drejtori është i burgosur. I burgosur është i lirë. Pra ky raport i përmbysur i ligjit vjen pikërisht nga donatorët e prodhimit të pushtetit, që në fakt janë këto emra, nuk janë anonim, janë që nga viti 2017 në këtë aksion politik prodhues të pushtetëve. Këtyre supërtet do të as drejtori, as ministri, sepse me drejtorin, ministrin, bashkiakun dhe me këta pushtetar, ata kanë qenë në një tavolinë të përbashkët kur nuk ishin mbritur ende në institucionin e vujtjes dënimit. Edhe gjatë kësaj kohe ata janë në aktivitet, se pjesë të grupeve janë jashtë. Dhe sigurisht edhe e prorët të tyre kur dalin ndoshta u çojnë porosi pjesës së bandës së mbetur jashtë. Pa kemi një shkërmojtje të sistemit, jo vetëm në Durrës, por kjo është në mbar vendin, ku është policia, ku është shërbimi informativ, ka një shërbim të brendshëm policia e burgjeve, si puna e shërbimit informativ. Shërbimi i kontrollit brendshëm siç ka AMP-n, Ministria. Asnjëri prej këtyre nuk di asgjë. Të gjithë flenë gjumë këta ku shkojnë punë. Si nuk dëgjohet, dëgjohet edhe jashtë burgut dhe lloj kabareja aty brenda. Dhe as ministër, as drejtor, ka ndodhur në janar, ministri dhe drejtori i përgjithshëm, titullarët e burgjeve, të policisë dhe drejtori i përgjithshëm, janë emëruar në detyra tjetër. Qosa mos gaboj ka qenë drejtori i burgjeve në kohën e ndodhjes së ngjarje, sot e ke, se është edhe ironi interesante. Sot është drejtuesi i AMP-s, Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore. Ky tani do kontrolloj Lëviz Qosja. Po, do kontrolloj ai ka qenë drejtori